Data 29 korrik. Gjyqtarët, kapitulli 12. Njerëzit e Efraimit u mblodhën, kaluan në Cafon dhe i thanë Jeftehut: "Pse shkove të luftosh kundër bijve të Amonit dhe nuk na thirre të vinim bashkë me ty? Ne do t'i vëmë zjarrin në shtëpi sate bashkë me ty brenda." Jeftehu ju përgjigj atyre: "Unë dhe populli im kemi pasur një grindje të madhe me bijtë e Amonit, dhe kur ju kërkova ndihmë nuk më liruat nga duart e tyre. Kështu duke parë se nuk më vinit në ndihmë, vura në rrezik jetën time dhe marshova kundër bijve të Amonit dhe Zoti mi dha në duart e mia. Pse pra jeni ngritur sot kundër meje për të më luftuar?" Pastaj Jefteu mblodhi tërë njerëzit e Galaadit dhe u ndesh me Efraimin, dhe njerëzit e Galaadit e mundën Efraimin, sepse këta thoshin: "Ju Galaditët jeni i kanak të Efraimit në mes të Efraimit dhe në mes të Manasit." Njerëzit e Galaadit zun vatë e Jordanit para se të arrinin ata të Efraimit. Kështu kur ndonjë nga i kanakët e Efraimit thoshte: "Më lini të kaloj", njerëzit e Galaadit e pyesin: "A jeti një Efraimit?" Në rast se ai përgjigjej jo, Galaditët i thoshin: "Atëherë thuaj Shiboleth." Në rast se ai thoshte Shiboleth, sepse nuk mund ta shqiptonte si duhet, e kapnin dhe e vrisnin pranë vaut të Jordanit. Në atë kohë u vranë në këtë mënyrë 42.000 njerëz të Efraimit. Jefteu ushtroi funksionin e gjyqtarit 6 vjet me radhë. Pastaj Jefteu Galaditi vdiq dhe u varros në një nga qytetet e Galaadit. Mbas tij gjyqtari i Izraelit u bë Ibcani nga Bethlehemi. Ai pati 30 bij, martoi 30 bijat e tij dhe solli nga jashtë 30 vajza për bijtë e tij, që gjyqtari i Izraelit 7 vjet me radhë. Pastaj Ibcani vdiq dhe u varros në Bethlehem. Mbas tij gjyqtari i Izraelit u bë Eloni Zabuloniti, që gjyqtari i Izraelit 10 vjet me radhë. Pastaj Eloni Zabuloniti vdiq dhe e varrosën në Ajalon, në vendin e Zabulonit. Mbas tij që gjyqtari i Izraelit Abdoni, biri i Hilelit, Pirathoniti. Ai pati 40 bij dhe 30 nipa, që u hipnin 70 gomerëve të vegjël. Ai që gjyqtari i Izraelit 8 vjet me radhë. Pastaj Abdoni, biri i Hilelit, Pirathoniti vdiq dhe e varrosën në Pirathon, në vendin e Efraimit, në krahinën malore të Amelekut. Veprat e apostujve, kapitulli 16. Dhe arriti në Derb dhe në Listra. Dhe ja, atje ishte një dishepull me emër Timote, biri një gruaje judease besimtare dhe i një ati grek, për të cilin jepnin dëshmi të mirë vëllezërit e Listrës dhe të Ikonit. Pali deshi që të dilte me të. Kështu e mori, e rrethpreu për shkak të judejve që ishin në ato vende, sepse të gjithë e dinin se i ati ishte grek. Dhe duke kaluar në përqytete, i urdhëronin ata të zbatonin vendimet e vendosura nga apostujt dhe nga pleqt në Jeruzalem. Kishat pra po forcoheshin në besim dhe rritishin në numër për ditë. Kur po kalonin në për Frigji dhe në krahinën e Galatis, u penguan nga fryma e shenjtë që të shpallin fjalën në Azi. Si arritën drejt Misis, ata tentuan të shkonin në Bitini, por fryma nuk i lejoi. Kështu si e përshkuan Misinin, zbritën në Troas. Dhe gjatë natës, palit ju shfaq një vegim. I qëndronte para një burr Maqedonas që i lutej dhe i thoshte: "Kalon Maqedoni dhe na ndihmo." Dhe si e pa vegimin, kërkua menjëherë të shkojmë në Maqedoni, të bindur se Zoti na kishte thirrur që t'ua shpallim atyre ungjillin. Prandaj, duke lundruar nga Troasi, u drejtuam për në Samotrak dhe të nesërmen në Neapolis. Dhe prandej në Filipi, që është qyteti i parë i Asajane të Maqedonisë dhe koloni romake, dhe ndenjem disa ditë në atë qytet. Ditën e Shabatit dolëm jashtë qytetit pranë lumit, ku ishte vendi i zakonshëm për lutje, dhe si u ulëm, u folëm grave që ishin mbledhur atje. Dhe një grua me emrin Lidia, që ishte tregtare të purpurtash nga qyteti i Tiatirës dhe që e adhuronte Perëndin, po dëgjonte. Dhe Zoti ia hapi zemrën për të dëgjuar ato që thoshte Pali. Dhe si ajo u pagëzua me shtëpinë e saj, na u lut duke thënë: "Në qoftë se më keni gjykuar se jam besimtare ndaj Zotit, hyni në shtëpinë time dhe rrini." Dhe na detyroi të pranojmë. Dhe ndodhi që kur po shkonin për lutje, na doli para një shërbëtore e re, që kishte një frym falli, e cila duke u treguar fati njerëzve, u sillte shumë fitime zotërinjve të saj. Ajo u vutë ndjek Palin dhe ne, dhe bërtiste duke thënë: "Këta njerëz janë shërbëtor të Perëndisë më të lartë dhe na shpallin udhën e shpëtimit." Dhe këtë ajo e bëri shumë ditë, por Pali i rënduar u kthye dhe i tha frymës:
të urdhëroj në emër të Jezu Krishtit të dalësh prej saj. Dhe fryma doli që në ato orë. Por të zotët e saj, kur e panë se u humbi shpresa e fitimit të tyre, i kapën palin dhe silen dhe i tërhoqën të sheshi i tregut për para arkondëve. Dhe si u aparaqiten pretorëve thanë: "Këta njerëz që janë judenj e turbullojnë qytetin tonë dhe praktikojnë zakone që për ne, që jemi romak, nuk është e lishme t'i pranojmë dhe t'i bëjmë." Atëherë turma u lëshua e gjitha bashkë kundër tyre, dhe pretorët u agrisën rrobat dhe urdhëruan t'i rrahen me shkopi. Dhe si rrahen me shumë goditje, i futën në burg, duke urdhëruar rejtarin e burgut t'i ruaj me kujdes. Ky, si mori një urdhër të tillë, i futi në pjesën më të brendshme të burgut dhe u ashtrëngoi këmbët në dru. Por aty nga mesnata, pali dhe sila po luteshin dhe po i këndonin himne Perëndis, dhe të burgosurit i dëgjonin. Por befas u bë një tërmet i madh, saqë u tundën themelet e burgut dhe menjëherë u hapën të gjitha dyert dhe të gjithëve ju zgjidhen prangat. Rojtari i burgut, kur u zgjua dhe pa dyert e burgut hapura, nxori shpatën dhe donte të vriste veten, duke menduar se të burgosurit kishin ikur. Por pali thirri me zë të lartë duke thënë: "Mos i bëj ndonjë të keqe vetes, sepse të gjithë jemi këtu." Atëherë ai kërkoi dritë, u turr brenda dhe duke u dridhur i tëri u ra ndër këmbë palit dhe silës, pastaj i priu jashtë dhe tha: "Zotërinj, ç'duhet të bëj unë që të shpëtohem?" Dhe ata i thanë: "Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote." Pastaj ata i folën fjalën e Zotit atij dhe gjithë atyre që ishin në shtëpinë e tij. Dhe ai i mori që në ato orë të natës dhe u alau plagët. Dhe ai dhe të gjithë të tit u pagzuan menjëherë. Dhe si ngjiti në shtëpinë e tij, u ashtroi tryezën dhe u ngazëllua me gjithë shtëpinë e tij, që kishte besuar në Perëndin. Kur u gdhi, pretorët dërguan liktorët, t'i thonë rojtarit: "Lëri të lirë ata njerëz." Dhe rojtari i burgut i tregoi palit këto fjalë: "Pretorët kanë dërguar fjalë që të liroheni, dilni pra dhe shkoni në paqe." Por pali u tha atyre: "Mbasi na kanë rrahur botërisht pa qenë të dënuar në gjyq, ne që jemi qytetar romak, na futën në burg dhe tani na nxjerrin fshehurazi? Jo kurrësi. Le të vinë vetë ata që të na nxjerrin jashtë." Dhe liktorët u treguan këto fjalë pretorëve, dhe ata u friksuan kur dëgjuan se ishin qytetar romak. Atëherë erdhën dhe i lusnin, dhe si nxorën u kërkonin që të dilnin nga qyteti. Dhe ata si dolën nga burgu, hynë në shtëpinë e Lidias, dhe kur panë vëllezrit, i ngushëlluan dhe ikën. Jeremia, kapitulli 25. Fjala që ju drejtua Jeremias për tërë popullin e Judës në vitin e 4 të Jehujakimit, birit e Josias, mbreti i Judës, që ishte viti i parë i Nebukadnecarit, mbreti i Babilonisë, dhe që Jeremia shqiptoi përpara tërë popullit të Judës dhe tërë banorëve të Jeruzalemit duke thënë: "Nga viti 13 i Josias, birit të Amonit, mbreti i Judës, deri në këtë ditë janë 23 vjet që fjala e Zotit më është drejtuar, dhe unë ju kam folur me urgjencë dhe këmbgulje, por ju nuk më keni dëgjuar. Zoti ju ka dërguar gjithashtu tërë shërbëtorët e tij, profetët me urgjencë dhe këmbgulje, por ju nuk e keni dëgjuar, as keni vënë veshin për të dëgjuar." Ata thoshin: "Të kthehet secili nga rruga e tij e keqe dhe nga veprimet e liga, dhe do të banoni në vendin që Zoti ju ka dhënë juve dhe etërve tuaj nga herë dhe përgjithënjë. Mos shkoni mbas perëndive të tjera për të shërbyer dhe për të rënë përmbys para tyre, mos provokoni zemërimin tim me veprën e duarve tuaja, dhe unë nuk do t'ju bëj asnjë të keqe. Por ju nuk më keni dëgjuar, thot Zoti, dhe keni provokuar zemërimin tim me veprën e duarve tuaj në dëmin tuaj. Prandaj kështu thot Zoti i ushtrive, duke qenë se nuk keni dëgjuar fjalët e mia, ja unë do të dërgoj të marr tërë kombët e veriut, thot Zoti, dhe Nebukadnecarin, mbretin e Babilonisë, shërbyesin tim, dhe do t'i sjell kundër këtij vendi dhe kundër banorëve të tij, kundër kombëve dhe rreth qarkit, dhe do të caktoj shfarosjen e tyre dhe do t'i bëj objekt habije, tallje dhe pikëllimi të përhershëm. Do të bëj të heshti në mes tyre britmat e gëzimit dhe të kënaqësisë, zëri i dhëndrit dhe ai nusës, zhurma e mokrës dhe drita e llampës. Tërë ky vend do të bëhet një shkreti dhe një objekt habije, dhe këta kombe do t'i shërbejnë mbretit të Babilonisë 70 vjet me radhë. Po kur të mbushen 70 vjet, unë do ta dënoj mbretin e Babilonisë dhe atë komb, vendin e Kaldeasve, thot Zoti, për shkak të paudhësisë së tyre,
dhe do ta katandis në një shkretim të përjetshëm. Kështu do të sjell në atë vend tërë gjërat që kam shpallur kundër tij, tërë gjërat që janë shkruar në këtë libër dhe që Jeremia ka profetizuar kundër të gjitha kombeve. Në fakt shumë kombe dhe mbretër të fuqishëm do t'i kthejnë në robëri vetë kaldeasit dhe unë do t'i shpërblej sipas veprimeve të tyre dhe sipas veprës së duarve të tyre. Sepse kështu më ka thënë Zoti Perëndia e Izraelit: merr nga dora ime këtë kup verë të zemërimit tim dhe bëj që të pinë tërë kombet e të cilët do të dërgoj. Ata do të pinë, do të merren këmbët dhe do të çmenden për shkak të shpatës që do dërgoj në mes të tyre. Atëherë mora kupën nga dora e Zotit dhe bëra që ta pinë tërë kombët pranë të cilëve më kishte dërguar Zoti. Jeruzalemi dhe qytetet e Judës, mbretërit dhe princat e tij për t'i katandisur një shkatërim në një objekt habije, tallje dhe mallkimi, siç po ndodh sot. Faraoni, mbretja e Egjiptit, shërbëtorët e tij, princat dhe tërë populli i tij, tërë popullata e përzier, tërë mbretërit e vendit të Uzit, tërë mbretërit e Filisteve, domethënë Ashkeloni, Gaza, Ekroni dhe ata që mbeten nga Ashdodi, Edomi, Moabi dhe Bita Amonit, tërë mbretërit e Tiros, tërë mbretërit e Sidonit dhe mbretërit e ishujve që ndodhen me ata ndetit. Dedani, Tema, Buzi dhe tërë ata që presin cepat e mjekrës, tërë mbretërit e Arabis, tërë mbretërit e popullatës së përzier që banon në shkretë e tir, tërë mbretërit e Zimrit, tërë mbretërit e Elamit, tërë mbretërit e Medias dhe tërë mbretërit e Veriut që janë afër ose larg, si njëri ashtu dhe tjetri, dhe tërë mbretërit e botës që janë mbi faqen e dheut, dhe mbreti i Sheshakut do të pijë mbas tyre. Ti pra do të thuash atyre, kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: pini, dehuni dhe villni, rrëzohuni pa u ngritur më nga shpata që do të dërgoj në mes jush. Dhe në qoftë se nuk pranojnë nga dora jote kupën për të pirë, u thuaj atyre: kështu thot Zoti i ushtrive, ju patjetër do të pini, sepse ja, unë po filloj të dënoj qytetin në të cilën përmendet emri im dhe ju do të mbeteni plotësisht pa u ndëshkuar? Jo, nuk do të mbeteni të pa ndëshkuar, sepse unë do të tharras shpatën mbi të gjithë banorët e tokës, thot Zoti i ushtrive. Prandaj profetizo kundër tyre këto gjëra dhe u thuaj atyre: Zoti vrumbullon që lart dhe bën që të dëgjohet zëri i tij nga banesa e tij e shenjtë. Ai do të vrumbulloj me forcë kundër vathës së tij, do të lëshoj një britmë si ata që shtrydhin rrushin kundër gjithë banorëve të tokës. Zhurma do të arrijë deri në skajet e tokës, sepse Zoti ka një mosmarrveshje me kombet, do të hyjë në gjyq me çdo mish të gjallë dhe do t'i lërë të pabesët në mëshirë të shpatës, thot Zoti. Kështu thot Zoti i ushtrive: ja, një mjerim do të kalojë nga një komb te tjetri dhe një shakullin e madhe do të ngrihet nga skajet e tokës. Atë ditë, ata që janë vrarë nga Zoti do të jenë kudo, nga njëri skaj tokës te tjetri. Nuk do të qahen dhe as do të mlidhen dhe do të varrosen, por do të bëhen pleh mbi faqen e dheut. Bërtisni o barinj, klithni, rrotullohuni në plur o drejtues të kopes, sepse ditët e therjes sua janë plotësuar dhe do të rrëzoheni si një enë e çmuar. Barinj nuk do të kenë asnjë mundësi të ikin dhe rojet e kopes, asnjë rrugë shpëtimi. Do të dëgjohet bridhma e barive dhe rënkimi i drejtuesve të kopes, sepse Zoti është duke shkatëruar kullotën e tyre dhe vathet e qeta janë shkatëruar për shkak të zemërimit të madh të Zotit. Ai e ka lënë si një luan i vogël strehen e tij, sepse vendi i tyre është bërë një shkretë e tir për shkak të tërbimit të shtypsit, për shkak të zemërimit të zjarrt të Zotit. Marku, kapitulli 11. Dhe kur ju afruan Jeruzalemit, drejt Betfagës dhe Betanis, afër malit të ullinjve, Jezusi dërgoi 2 nga dishepujt e vet duke u thënë: shkoni në fshatin përballë dhe posa të hyni aty, do të gjeni një korriç të lidhur, mbi të cilin ende nuk ka hipur askush. Zgjidheni dhe ma sillni. Dhe nëse ndokush ju thot: pse po veproni kështu? Përgjigjuni: Zoti ka nevojë për të. Ai do ta kthejë menjëherë këtu. Ata shkuan dhe e gjetën korriçin të lidhur afër derës jashtë në rrugë dhe e zgjidhen. Disa nga të pranishmit u thanë atyre: çfarë po bëni? Pse po e zgjidhni korriçin? Këta ju përgjigjen ashtu si u kishte thënë Jezusi dhe ata i lanë të shkojnë. Atëherë ja quan Jezusit korriçin, vunë mbi të mantelet e tyre dhe ai ul mbi të. Dhe shumë veta i shtronin rrobat e tyre rrugës, dhe të tjerë pren deg nga pemët dhe i hodhën rrugës. Dhe si ata që pararendin dhe ata që e ndiqnin Jezusin, thërrisnin dhe thonin: Hosana! Bekuar është ai që vjen në emër të Zotit. E bekuar është mbretëria e Davidit, atit ton që vjen në emër të Zotit. Hosana në vendet më të larta. Dhe Jezusi hyri në Jeruzalem dhe në tempull. Dhe mbasi shkoi mirë çdo gjë, duke qenë se ishte tashmë vonë, doli për në Betania bashkë me të 12-tët. Të nesërmën kur dolen nga Betania, ai kishte uri. Dhe duke parë nga larg një fik që kishte gjethe, shkoi për të parë nëse mund të gjente diçka atje.
por kur ju afrua zgjeti asgjë përveç gjetheve, sepse nuk ishte koha e fiqve. Atëherë Jezusi, duke ju drejtuar fikut, tha: Askush për jetë mos ngrënë më fryt prej teje. Dhe dishepujt e tij e dëgjuan. Dhe arritën në Jeruzalem, dhe Jezusi hyri në tempull, filloi të dëbojë ata që shisnin dhe blinin brenda tempullit dhe përmbysi tryezat e këmbyesve të parave dhe ndenjësit e shitësve të pollumbave. Dhe nuk lejoi asnjë që të mbarte sende nëpër tempull, dhe i mësonte duke u thënë atyre: Vallë nuk është shkruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi e lutjes për të gjithë kombet? Ju përkundrazi e keni bërë shpellë kusarësh. Tani skribët dhe kryepriftrind kur i dëgjuan këtë fjalë, kërkonin mënyrën se si ta vrisnin, por kishin frikë prej tij, sepse gjithë turma ishte e habitur nga doktrina e tij. Dhe kur u bë darkë, Jezusi doli jashtë qytetit. Të nesërmen në mëngjes, duke kaluar panë se fiku ishte tharë me gjithë rrënjë. Dhe Pietri, duke u kujtuar, i tha: Mjeshtër, ja fiku që ti mallkove, që nga tharë. Atëherë Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: Kini besim në Perëndin, sepse ju them në të vërtetë se nëse dikush do t'i thotë këtij mali luaj vendit dhe hidhu në det, dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besojë se ajo që po thotë do të ndodhë, çdo gjë që thotë do t'i bëhet. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Dhe kur qëndroni duke u lutur, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe Ati juaj që është në qiejt t'ju afal mëkatet tuaja. Por nëse ju nuk falni, as Ati juaj që është në qiejt nuk do t'ju afal shkeljet tuaja. Pastaj erdhën përsëri në Jeruzalem, dhe ndërsa ai po ecte nëpër tempull, kryepriftrind, skribët dhe pleqt ju afruan dhe i thanë: Me çfarë autoriteti bën ti këto gjëra? Kush ta dha këtë autoritet për t'i kryer këto gjëra? Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: Edhe unë do t'ju pyes vetëm një fjalë. Më jepni përgjigje dhe unë do t'ju them juve me çfarë autoriteti bëj këto gjëra. Pagëzimi i gjonit, a ishte nga qielli apo nga njerëzit? Më jepni përgjigje. Ata filluan të arsyetonin midis tyre: Po të themi nga qielli, ai do të thotë: Atëherë pse ju nuk i besuat? Por po të themi nga njerëzit, kemi frikë nga populli, sepse të gjithë e konsideronin gjonin se ishte me të vërtet profet. Dhe duke ju përgjigjur, i thanë Jezusit: Nuk e dim. Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: As unë nuk po ju them se me çfarë autoriteti i bëj këto gjëra.